obligimet e marrëveshjes së Brukselit. Shkelje e qartë e marrëveshjes së Brukselit është cilësuar deklarata e ministres serbe Snežana Paunović, e cila tha se po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit do të kryente spastrim etnik në Kosovë. Krye negociatori i Kosovës në dialogun teknik me Serbin, Agron Bajrami, ka bërë të ditur se këtë çështje ka ngritur zyrtarisht në Bruksel, duke njoftuar dhe emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Në një reagim në rrjetin social X, Bajrami ka theksuar se deklarata të tilla janë të papranueshme dhe përbëjnë shkelje të obligimeve të marra në kuadër të marrëveshjes së Brukselit të vitit 2023. Ish zëvendës ministri i punëve të brendshme, Valdet Hoxha, e cilëson këtë deklaratë si nxitje të urrejtjes mbi baza etnike. Sipas tij, ndonse autoritetet e Kosovës kanë dorëzuar kallëzim penal ndaj ministres serbe, mundësia për intervistimin e saj mbetet e vogël, pasi ajo nuk pritet të përgjigjet ftesës së prokurorisë speciale. Të procedojnë me në kuptim të bashkëpunimit me partnerët tanë ndërkombëtar, sepse Serbia nuk bashkëpunon me Republikën e Kosovës dhe është e pamundur që të kërkohet ekstradimi i saj. Madje do të ishte edhe refuzuese nga ta, sepse nuk është që kjo deklaratë është nxjerrur nga konteksti apo është deklaratë individuale. Kjo deklaratë është vazhdimësi e një skenari të filluar në vitet e 90 ndaj shqiptarëve të Kosovës. Hoxha ka vlerësuar gjithashtu reagimet e institucioneve ndërkombëtare të cilat kanë shprehur qëndrime të ashpra ndaj deklaratave të ministres serbe. Jam e befasuar për mos shkarkimin e saj, pra duhet të rrihet të qëllimi, duhet jemi koshient ndaj kësaj situate. Është vështirë të sigurohet prania e saj, por kjo nuk duhet ndaloj që të ndërmarrim veprimet tona me qëllim që ta kryejmë punën tonë dhe në një të ardhme pastaj njëjta mos ketë të drejtë që të vinë Kosovë siç është shpallur në ngrat. Ajo në një intervistë të transmetuar në Kurir TV para disa ditëve, ajo dëgjohet qartë tek e thot deklaratën se po të isha në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998 do ta kisha spastruar etnikisht Kosovën. Pas kritikave, Paunović është përpjekur të sqarojë deklaratën e saj, duke pretenduar se fjalët janë nxjerrë jashtë kontekstit dhe se nuk kanë pasur për qëllim nxitjen e dhunës apo paraqitjen e një qëndrimi zyrtar të qeverisë së Serbisë. Ajo ka kërkuar falje ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit Đuro Macot. Ndërkohë, ndaj saj janë ndërmarrë edhe hapa institucional. Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, së bashku me 53 deputet, ka kërkuar përgjegjësi për deklaratën e saj, ndërsa në Prokurorinë Speciale të Kosovës është dorëzuar kallëzim penal me pretendimin se deklarata përmban elemente të veprave penale sipas legjislacionit në fuqi. Ministrja në detyre drejtësisë, Donika Gërvalla, ka kërkuar hetim dhe procedim të mëtejshëm të rastit, ndërsa ministri në detyri punëve të brendshme, Xhelal Sveçla, ka njoftuar vendimin për shpalljen e Paunovićit person non grata në Kosovë, duke cilësuar deklaratën e saj si të papranueshme dhe nxitëse. Qeveria në detyri ka ndarë të